shumë shikues të emisionit Koshia Show, mirë se erdhët në emisionin tua dhe tunin Koshia Show. Faleminderit publikut që gjithmonë janë prezant, por faleminderit edhe sponsorëve tonë atyre që e mësojnë këtë realizim të emisionit dhe janë prodhime vendore. Është Ujë Sibura. Një shishe Ujë Sibura është një hap drejt jetës së shëndetshme. Faleminderit shumë Ujë Sibura. Është po ashtu Lonxhe Aronia apo Pija Aronia, që është 100% natyrale dhe që është me veti shëruse. Tash ka filluar edhe me shije të reja. Për shembull, kjo shije është drezë dhe mull. Faleminderit shumë pronarit e Sat Berisha që ka orë nga Zvicra dhe ka investuar në Kosovë. Dërtëkitje pak se është vendur. Medical Park, faleminderit shumë që më ka operuar mu doktor Remzigoshi, gjithë ju që dëni me pas një trup slim fit. Shkoni caktoni terminin tek doktor Remzigoshi, sa ai vjen në Kosovë tash. Edhe kam menduar çto si mua tash po mbim pantullat, po do të më shpor rrypin për ditë. Faleminderit shumë Medical Park. Dërtëkitje pak. Cila është Ger Group SHPK me ndriçim profesional, faleminderit shumë edhe kësaj. Sonte kemi zgjedhur flasmi për protestat në Shqipëri, se çka po ndodh në fakt atje. Dikush thonë se këto protesta po paguhen nga grekët, që të tërhiqin investimet nga Kushner në Greqi e mos të investojnë në Shqipëri. Unë në fakt nuk e di cili është qëllimi i këtyre protesta, por me siguri protestat kanë karakter kombëtar, edhe për me diskutuar lidhur mbi këtë protesta kam të ftuar një musafir shumë special, është një gazetar shumë i guximshëm. Moderon emisionin Oponens në News 24, për ndryshe ka podcastin e tij personal True Podcast. Mbi gjitha është pedagog, është shqiptar dhe patriot i vërtet, me neve sonte shpend gashtë e ftyrë me drejtësi të plot. Shpend faleminderit shumë që erdhën, më nderuar shumë. Respekt, faleminderit shumë. Do të gjit jellë herë për shpendi se ka orë Shqipërisë edhe ka orë pak në Kallaos protestë si kalon vet atje. Faleminderit shumë që erdhën. Faleminderit ti që më ftove, është shumë kënaqësi, shumë gjë e bukur kjo që ke këtu. Faleminderit shumë, e ke jena mënu pak më ndresh me Flamengo. Mi përngjoh pak protestës. Po, jena më pak na. Meqense ti je njeriu që kem shumë shikime në Kosovë, na bën mirë në marketingun ndërkombëtar se ndërkombëtarët e marrin me Flamingon, se nuk e më interesojnë. Faleminderit shumë. Do të vite për shpendin. Faleminderit shumë. Kështu mirë na bën kjo Flamingoja, se tërheqim vëmendje. Na duhet vëmendje e të gjithëve. Gjithologët do japin gjithmonë mend. Do të mend është në kohë paqe. Në kohë lufte duhet bësh veprime. Për fjalë nuk njoh në orator më të mirë kështu në qarkullim se sa vetja. Po. Duhet me veprua, kupton. Edhe unë nuk njoh orator më të mirë se sa ti në në Shqipëri kështu sa e kam puna për televizion, e? Po, faleminderit. Jemi bashku tash, bëhemi në shqiptari. Edhe keni një emision atje shumë të mirë, përveç podcastit e ki dhe Oponens. Po, me Anduena Allabanin, mikeshën time, kemi një prime time. Përpiqemi ta bëjmë një podcast televiziv me një tek personazh. Jo të bëjmë akuza, po të nxisim pak edhe mendimin kritik se Shqipëria ka 1001 probleme, po një ndër problemet kryesore dhe thelbësore është arsimi. Arsimi lidhet me mendimin kritik, po nuk mendoj brezi i ri, jemi shoqëri e vdekur. Dhe nuk na kanë fajin pastaj fqinjet e këqinj që duan na asimilojnë. Kur neve ja krijojmë të gjitha kushtet e gatshme. Edhe mundësit po. Dhe që të penetrojnë edhe të infiltrojnë mes nesh. Sa i përket se dëgjova në kryet herës financimi i Greqisë. Shikoja në një luftë ka shumë palë që përfitojnë. Unë vi nga gjeopolitika, jam pedagog i gjeopolitikës se marrëdhënie ndërkombëtare. Unë shikoj. Po tash në prezantim që je pedagog edhe jashtëzakonisht i mirë, ju veç. Kështu thon studentët e mi nga që më duan, unë e mas të dashuria aty. Po student po më koll këta, ka çiri me po student. Po, kjo është më thon kjo është një nga atributet që ndoshta më kam mbajtur me këmbë tok. E kam kapur pedagogjinë më shumë të re. Sa vjet? 23 vjeç kam qenë, 24 sa mbarova. Po, do të vitja e mollës së stalit. Edhe i kam bërë. Është pedagogu më i ri që unë kam pas studio atëherë. I kam bërë një betim vetes se do jem pedagogu që s'kam pasur kurrë vet. Edhe atë kam arritur deri tani, për aq kohë sa studentët e mi edhe pasim ndërpresin marrëdhëniet akademike sepse laureohen edhe ikin jashtë. Më përshëndesin dhe më përqafojnë në rrugë. Më thënë këtu e mas faktin që sa i mirë kam qenë si pedagog, se ato gjëra që unë them klasë gjenden libër, nuk është se i shpika. Pastaj e kam pasur problemat e delirin e madhështisë, tregosh që ti je, ti si je. Do të ti mjafton ti jesh vetvetja. Kush ta dyshon, bëj atë ditur se kush je, po s'ke pse ta proklamosh me të madhe që unë.
Se uni na ka sjell te këta lidera që kemi matan dhe këndej kufirit. Njerëz autokratik, delirant që nuk pranojnë mendim ndryshe. Unë me qëllim thashin në fillim që domethënë nuk e dia apo paguhet nga Greqia, por me të rrek vëmendje që nuk. Po tani Greqia mund të përfitojë, miku im, mund të përfitojë sepse ka një lloj goditje të dy lobeve të fuqishme. Një lobi amerikan që është familja e Kushner me vajzën e presidentit dhe një lob tjetër që nuk do për shembull që këto investimet vinë në Shqipëri. Po nuk mendoj se kjo është çështje investimi në Shqipëri, sepse në qoftë se ti na thua juve po refuzoni 4 miliard dollar. I dashur, nuk është se ti na kurseve para, ti na ke 12 miliard dollar firo buxhetit shtetit për 12 vjet, për 13 vjet. Ti na rikupero ato që ka humbur kur i kishin nark, mos na qaj hallin e atyre që do vinin nark, se ti ke abuzuar me ato që ke pas nark. Kjo është logjika e thjeshtë që e dërmon komplet këtë proklamimin. Unë çojmë për onkologjikun, për njerëzit që kam smur me kancer. Kam familjar të mit, kam familjar të miqve të mit, shokëve të mit, sa është familja që zgjedh unë, shoqëria është familja që zgjedh unë. Unë dal për atë policin që ka frikë, profe, mbajni sa më gjatë se na degeneruan dhe e thon me kokën poshtë, a kupton që mos lexojnë buzët nga kamerë. Po, policia thot, vlla mbajeni se nuk duron. Kush e duron dot skllavërinë apo? Kush e duron dot poshtërimin? Ne kemi dal për atë poshtërimin, më shkak deshëm. Ai grushti i atij idiotit që vajti ju duk vete i fort dhe i thon noflën atij qytetarit. Në shkak, më thënë, të thuash ti se ne jemi Monte Carlo ose jemi Edeni dhe u çuan gashi me Wilsonin, me avokatin dhe me na 50.000 shqiptarë të tjerë aty, u çuan nga hiçi, se u paguan nga cila agjenturë më paguan mua? Serbia. U më mbiemër gash. Si mund dalë un agenti i Serbisë? Kush e di sa burra kanë rënë fisit tim në luftë? Me preollën nga Gjakova? Po si mund nga malësia e Gjakovës? Nga të malësia e Gjakovës Tropoj, nga malësia, ajo që quhet sot Tropoj se e la komandant lejtnant Enver Hoxha që donte shumë Shqipërinë, ja fali Titos Kosovën, s'ta duhet ta Kosova. S'ka rënë se janë kryengritës. Po thuaj që Enver Hoxha e ka folur. Po absolutisht, po unë jam i bindur për këtë pjesë. S'u ka thonë Sali Berisha se po jam i bindur për këtë pjesë, akoma sa ashtu është. Domethënë Miladin Popović dhe Dušan Mungosha janë njerëzit që krijuan Partinë Komuniste në Shqipëri. Po dhe kam vendosur krye Enver Hoxha. Mos them që linjat e inteligjencës serbe kanë akoma ndikim politikën shqiptare, në politikë bërën shqiptare. Është edhe një lidhje, domethënë në Xhmi Hoxhës që ka folur në Feçekronin te unë në emision lidhja Dibrës nëpërmjet. Domethënë neve vojmë nga një Katovic. Se vërtetojmë dot se jemi popull i cili gjatë historisë na e kanë zhdukur shkrimet, na e kanë zhdukur këndimet, na e kanë vrarë mentalitetin e gjitha merat, po këto po e vërteton situata. Është mbledhur një liberal, një katolik, një musliman, një ateist, një ultrakonservator, një LGBT, një konservator si puna ime, një pedagog me një papun, është mbledhur aty dhe thonë, po vlla, okay, neve ndajemi nga njëri tjetri. Por a mund ndajemi dot neve pa dignitet? S'najmë, hajde luftojmë një që të kemi emërus për bashkë dignitetin, pastaj hajde luftojmë mbi ide. E çka po ndodh në fakt shpend për shembull, çka po dojnë me bë me këtë investim se dikush po thotë që ashparët nuk janë të atij kushneri, po dojnë ja marr kastrollit edhe me investu. Cila është e vërtetë? Po tani për aq kohë sa ka filluar spaku, unë nuk e di të vërtetën se nuk është fusha ime, nuk jam gjitholog. Një mendim, po. Po një logjike ime është për aq kohë sa neve flasim për oligarkët. Oligarkët, ta dinë gjithë njerëzit miq tan dashur që na ndjekin te ky super emisioni joti. Oligark ka Rusia, nuk ka oligark Shqipëria. Shqipëria ka kasafortat politikanëve, po. Këta oligarkët tanë, oligarqerit, kanë janë kasaforta. S'ka mirë ki, s'ka oligark. Po s'ka vërse s'ke popull ti për të pasur oligark, kush? Këtu janë gjithë mretër. Këtu gjithë mretër në shtëpinë e vet. Po. Janë kasaforta. Do t'i hedhën, do pastrojmë disa para, se ne dimë se si pastrojnë para. Ha banka, kanë Shqipëria më shumë banka se Amerika. Ne 2 milion veta, jemi apo si jemi, kemi më shumë banka se sa shka Amerika që ka 380 milion banor. Pastrimi para, bankat nivelit 3, nivelit 2, nivelit 4. Janë këto që s'dua ti përmenden se i bëjmë reklam. Pra ti po thu që ka mundësi me qenë pare të kastrotit edhe? Absolutisht këtu ka mundësi, më thënë, unë di që aty vetëm lek investimi Amerikan që do ktheje në investim për GDP-n e Shqipërisë nuk janë. Sepse na u bë green costin në dhërmi, edhe nuk futesh dot si qytetar, ka blerë të detin, vetëm Shqipëria ka janë pronari detit unë vlla. Domethënë tër botën është 300 metra nga vija e detit është kombëtare, është nacionale, kalojnë gjithë. Ktu janë vrarë për detin në Velipoj, në Dërmi, në Vlorë. Po e vërtet, thonë këto janë të mia. Ku ti futesh në detin tim? A kupton ti ku jemi na? Është tmerrshme. Normali do përfitojë Edi Rama apo Sali Berisha apo Shpendi nesër.
E po më e mira e protestës, kreve që ka ju ka pëlqy, ka thonë Roma Hamburg, Berisha Hamburg. Pse Berisha Hamburg? Ajo kanë gjitur, sepse ajo, shikoj, neveria apo urrëtia, ajo lloj maze ka urrëtie, se ne e shikojmë. Ka një urrëtie pështirosëse. Por, po të them një shprehje në rus, të urresh dikë është si të pish ti helmet, të presësh vdesit tjetri. Unë si pedagog, për shembull, si djalë që jam bimesatare në inteligjencë, do mendoja burg establishmentet apo shkatrimi i establishmentit. A kanë gjitur të vazhdojnë? Njerëzit mendojnë se janë jo po thuhet burg Rama, po jo burg Berisha, po jo pse tha Berisha, po tha Rama, se unë dhe Vilsoni dhe miq tanë tjerë aty që jemi në protestë për ditë. Ne i dim dinamika se ç'a ndodh aty edhe si i sheshojnë neve gjërat. Sepse aty duhet kuptuar vëlla, ka një njerëz që e urren Berishën, ka dhe një njerëz që e do Berishën. Tash nëse ne nuk arrim dot ta kuptojmë kohezionin social që atë që tha Volteri, unë nuk do ndahem me ty në mendim deri në vdekje, po do jepja jetën time për ta siguruar drejtën tënde të mendimit. Leje vëlla tjetrin mendoj ç'a doj. E vërtet. Pajtona plotësisht. Se duhet me të bindur ty, se unë s'jam gjitholog, Absolutisht. Për aq kohë sa Michelangelo, që ka bërë kapelën Sistine me dorë në shekullin e 16-15, kur është pyetur në moshën 8 vjeçare, ç'a po bën pse po punon akoma se ti je talent, i tha i dashur, unë jam student i përjetshëm. Dhe për aq kohë sa Michelangelo ka thonë jam student i përjetshëm, zotëria që bëri kapelën Sistine me dorë, që e shikoj unë dhe fëmia im nesër, dhe duket 3D, po që nuk është 3D se është pikturë. Thotë që është student i përjetshëm, kush dreqin një ti që mendon se i zgjuar. Bravo, vetë do të kitje për shpend. S'po guxoj, është i vetmi musafir që do të më pas kujdes çfarë pyetje më i bën sa shumë i lexu. Falenderoj shumë edhe një herë që ke ardhur shpend. Për vlerësimin, të falenderoj shumë. Unë për veti po ndihemi privilegjuar që e kam kësi musafiri edhe që është një djalë i ri edhe kaq i mençur. Të falenderoj shumë. Çka po thoni për çet ofertën që ka dalë marrën me emra kryeministri i Shqipërisë? Tani Marini unë nuk besoj se as vetë Marini e beson këtë. Për aq kohë sa unë mendoj që Marini është djalë inteligjent. Nuk mendoj se ai mendon apo nuk mendoj se ai mundet të mendoj se Shqipërisi duhet një person. E kemi ndritur neve 100 vjet me një person. Enver Hoxha, Fatostano, Ramiz Alia, Sali Berisha, Edi Rama, kemi krijuar lloj idhujsh. Ne na duhet një skuadër. Na duhen ca çuna dhe goca të reja që të vendosin kombin në Brazd. Ne na duhet me hap, domethënë të hapësh në nivel mbarkombëtar, të vendosësh ura komunikimi të rinisë shqiptare me rininë shqiptare të Kosovës, me rininë shqiptare të Malezisë, me rininë shqiptare të Greqisë, me rininë shqiptare të Maqedonisë Veriut. Jemi zero, ne shikojmë ne dhe ju. A kuptoni sa e tmerrshme është? Kemi qenë të bashkuar në shekullin e 19 në fillim të shekullit 20 dhe pasi morën pavarësinë e gjitha me radhë, neve jemi ndarë. A kuptoni sa e tmerrshme është? Na thojmë shqiptarët e Kosovës. Kot tash. Ka ndarë lloj kombesh. Po pse duhet më shikosh ndryshe? Ne jemi një. Pse janë serbët fuqishëm me kohezion social? Se nuk shikone je nga Vojvodina, je nga kjo je serb, tot je joni. Greku po ashtu, po ne shqiptarët pse? Se neve kemi të rjetën themi armiku, ore gjarbi është krijuar për të piskuar, pse i mërzitesh armikut që po të lufton? Pse nuk mërzitesh me veten tënde që si mbrohesh armikut? Po dhe kështilla po shtohet nga brenda, jo nga jashtë. Kush po ja shet detin në Greqisë? Unë apo Edi Rama me Sali Berishën? Edhe me Salin, se Salin ko me ke pos diku. Sali Berishën unë e kam mbrojtur publikisht për një arsye edhe pragmatiste me qenë 100% i vërtetë, sepse ishte një djalë. Pa ka më kote për vërejë e pirin? Pa fund. Nuk ka njeri jo mëkatar, edhe unë që nuk merrem me politikë direkte jam mëkatar, sepse dashur pa dashur. Po ti si je mëkatar për vërejë e pirin? Po unë mëkatar për vërejë e pirin nuk jam, po ti ishan kushtet e Sali Berishës dhe Edi Ramës edhe mund të bëhesh mëkatar, mos bëhemi më katolik se papa tash. Unë jam i mirë dhe ata të këshillin. Po pajtona këtu, kitre. Domethënë duhet me vesh një këpucë të tjetrit. Unë di që duhet të kesh karakter. Mund të dështosh më, se kanë dështuar shumë veta burra shumë zgjuar. Po dhe. Po vdis me krenaria, edhe të vdekja politike. Për shembull unë dashuroj kulturën japoneze. Harakiri është, nuk e di, glorifikimi i vdekjes. Unë ikim me nder. Pse duhet të ikësh si palaço? Pse duhet ta mbyllësh si palaço? Kush këtë rast Berisha për të gjithë pa përjashtim, nuk ka njëri politikan që e pse ka dalë një thoni shpen se po ndërpes këtu të në Kosovë thonë sa më gjatë rre Sali Berisha në opozitë, aq më gjatë rre Edi Rama në opozitë, është e vërtetë? Është e vërtetë sepse është krijuar një lloj establishmenti. Ata njerëzit që janë aty në protest mund të kenë ndodhur nga 1000 arsye, mund të jenë nismëtar, mund të jenë Sorosi, mund të jetë X, mund të jetë djalli, mund të jetë Dexhalli, quhet si dush ti. Në atë protest kanë dalë njerëz të cilët mendojnë dhe kanë demaskuar që kjo politikë vëlla është e kapur dhe nuk janë përfaqësuar, nuk ndjehen përfaqësuar. Kjo është ajo që u dhëm partive establishmentit.
Sepse kanë humbur vota potenciale, janë të majtë të djathtë ata, nuk është se dolën krijuam një popull të ri, nuk e krijuam prej balte. I njëjti popull është. Altin Goxha i thotë të gjithëve Parti Komuniste. Shikoj, Altin Goxha e ka mendimet e veta, unë ja dua trurin. Altinit kemi një bashkëpunim vllazëror familjar për podcasti që kemi një audiencë të mrekullueshme, a kupton, e quajmë Mishullit. Po vi keq me thonë se edhe pak a shumë ju keni qenë iniciatorët e protestës. Neve nuk kemi qenë iniciatorët, neve kemi qenë njerëz që kemi bërë thirrje që hajde të kapim dinjitetin. Çfarë do të thotë dinjiteti? Ço vëlla se e pse po ta nolin rrymën me se përcjellë emision të kitë jashtëzakonshme. Absolutisht po. Domethënë fillojnë ta kanolin ato te Altini edhe te. Ne kemi rritur koston. Çfarë do të thotë kemi rritur koston? Nëse Rama apo Berisha na sulmojnë neve, se Berisha e provoi me Alfred Lelën. E provoi duke më sulmuar, edhe më bëri marketingun që ta kisha paguar Alfred Lelën Sali Berishën, po ti paguaj $5,000, nuk do më bënin aq bukur, ma bën falas. Pse nga urrejtja? Sepse urrejtja mund të jetë e fuqishme, po s'ka vizion, nuk ka imagjinat, të limiton. Rama është Berisha update në PR. Rama e di shumë mirë që po të godasi drejt për drejt nuk më vret dot, sepse nuk është në kushtet e fillimit, është në kushtet e dekadencës vet. Ndërkohë që mua mund të krijosh çfarë duash, thua agent serb, agent iranian e gjitha, të ardhurat e mia të tëra deklaruara janë të pastra, nuk më shikon dot as me drog, nuk më shikon as me prostitucion, nuk më shikon as me tendera, nuk më shikon as me zarfe, t'ia fusim ti vendosim gjob. Edhe pse ti e di shumë mirë se je më me eksperiencë sa unë në media, të vinë shumë veta oferta, ma bëj këtë se t'jap kaq ta bëj. Po. Ti ke karakter vëlla. Ne dalim në rrugë, s'kemi frikë me kthy kokën pas se nuk kam armik. Tu shka top të bëhet nëse e ke ndar mendjen, o vëlla, po. Unë s'di pse të mbrohem ty, nuk kam pse të mbrohem. Domethënë këta janë një kategori njerëzish të cilët kanë frikë nga populli vet. Nuk ka gjë më të tmerrshme se sa të huajsohesh nga populli jot. Se s'do jesh të rjetën në pushtet, a kupton? Do ikësh një ditë, do harrohesh. Edhe përfundon si Malena. E pse ka ndol shumë thonje për shembull që në Zvërnec ka pas edhe rituale satanike, e kam bërë këtë pyetje edhe Altinit më herët. Nuk di ta them për këtë, sepse mua nuk më interesojnë, ka një ndarje shumë të thellë midis conspiracy dhe hidden truth. Unë jam të hidden truthi. Pra duhet shoh pas perdes ku ka bazë logjike, po bazë të fortë logjike. A ka forca turke atje në Nuk e di, nuk di ta them, domethënë s'duhet të bëj spekulime, mund të ketë çfarë do lloj gjëje. Po është edhe një diçka tjetër që ka dalë tutenat që thonë për shembull, mos do shta Turqia edhe Greqia po investon në këtë lloj protesta për arsye se me dëmtu Bregdetin shqiptar e ato me qenë ma lart me. Turqia nuk ka nevojë me godit Bregdetin shqiptar, sepse Turqia na ka bazë strategjike, është korridori 8, ne jemi pjesë e Arnautlëkut, perandorisë osmane. Pra thjesht perandoria osmane ka ndryshuar formë. Është bërë si tot shpendi ty, si thoshte Ahmet Davutoglu, neo-otomanizmi. Pra kemi Turqinë si bazën e otomanizmit dhe shtryjm tentakulat tona në gjithë vilajetet. Edhe si Kosovën që këfori turk, është general turk i këforit në Kosovë, ndru italiani me turkun, pra është predominancë turke në rajon, dilli me Amerikën, që është bërë dilli me Amerikën, zonën e Ballkanit e ka mundur influencë. Nuk besoj se Turqia me logjik do duhet që të godiste për shembull turizmin. Mund të përdori një protest për të goditur Ramën, i cili futet si një lloj lëtyre, një kafshë vogël në përplasjen, absolutisht po mund ta përdorin gjithë, sepse Rama ka bërë diçka. Fakti që ti je orator, që për mua është një fjalë tjetër, po s'po ta them për hir të etikës. Gojors, po, është gojors, se i nda një vjeholl dhe duket sigur mban 5 veta apo 10 veta apo 20 veta që i merr me dhunë, me presion nga puna dhe bën si stand-upisti i fuqishëm. Nuk do të thotë që ti ke lexuar libra dhe ti e di se çfarë ndodh në gjeostrategji dhe gjeopolitik. A kupton? Fakti që ti shikon dokumentar në Netflix nuk është ekuivalente me leximin e librave. Të gjitha përgjigjet gjenden në letra. Thjesht neve mendojmë se librat janë për budallënj, se ky është mësimi edhe. Perceptimi im, po. Ka vetëm një logjik shumë të thjeshtë. Nuk mund të futesh dot, domethënë në vrapimin, në marshimin e elefantëve në savana, edhe mbreti i xhunglës hap krahun dhe rri i pret shtrirë për t'i parë që të kalojnë. Pra ti kur përplasin elefantët, Erdogani, Trumpi, Putini, Xijia, Irani, Izraeli, që janë ujqër, janë dragonja, Korea Veriu që posedojnë gjithë armë bërthamore, ti qa dreqin keq që futesh mes atyre do me bëj si lojtar, kur ti s'ke as fuqis gjeostrategjike, nuk ke as ushtri. Ki Flamengo vetë. Ke vetëm Flamengo, po.
Dhe ato flamingot I kanë ikur. Si I ka lëshuar, plumbat I ka lëshuar dhe flamingot dhe tani po bën, e ke parë çfarë po bën tani? Ka kaluar në paranojë, është Caligula shqiptar. Po bën të gjithë, Është Caligula ka kaluar në paranojë sepse nuk e ka ditur, do të thënë, jemi ulur shumë herë me njerëz shumë të ndryshuar në Shqipëri. A na kushton kjo shpend aspektin po mendoj të miqësisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Absolutisht. A është në linjë Trumpi me Edi Ramën për këtë protestë? Edi Rama nuk dihet fare se kush është nga Trumpi, nuk njihet fare se kush është nga Trumpi. Nga Netanyahu po. Edhe ajo që doli me Vjosa Osmanin, nga që ishte drejtuar zoti Thaçi, the president of Kosovo is in Hague, edhe Trumpi ka vajtur e ka pyetur ç'ne ti se I thon në anglisht president për president, a kupton për ta pyetur ç'ne Vjosa në Hag. Edhe ka vajtur ky I madhi jon që di anglisht edhe frëngjisht, edhe vetëm për të kapur një foto që po fliste me Trumpin. Ku ja hedh qurrë Trumpi Edi Ramës? E Netanyahu? Po Netanyahu e ka kukullën e vet, ka një kriminal lufte, është cilësuar si kriminal lufte Netanyahu. Është përgjegjësi kryesor për vrasjen e 30.000 fëmijëve, nuk intereson më është grup armiqësore terrorist Hamasi hëngshin kokat e veta, se s'duhet më ideologji idiote e disa njerëzve që po luftojnë, a kupton, për pushtet. Fëmijët vëlla. Kush janë këta që mendojnë se do sakrifikojnë fëmijë apo? Se na kanë quajtur pro-Palestinës, po ç'ne ti je antikombëtar se Palestina nuk e njeh Kosovën. Po pse Ukraina e njeh Kosovën, Ukraina që na dolet stand with Ukraine. Se këta janë hipokritë, janë të pështirë. Men s'kanë e men japin. Ç'pun duhet më flamuri Palestinën edhe Izraelit më të ishin vrarë 30.000 fëmijë, do prapë do ngrija zërin për 30.000 fëmijë. Kush do fëmijë të vdekur? Kundër genocidit, jo kundër shtetit. Kundër genocidit, kush je ti që bën genocid? Të hapur fare. Për çfarë për pushtet, për çfarë për real estate, për çfarë për se ta di që kanë 1.000 jetë ose dri, po e bëj edhe më keq Netanyahu, po nuk e di a do jetoj tani ose mos na bie në infarkt, se s'dihet kur të vjen ora. Ja, absolutisht. Ajo punë e Zotit, po. Do të kitjeve për shpendin se ti Gjergj Fishta modern, se kishte ta këshire pas ke dhënë. Gjergj Fishta është heroi im kombëtar. Çfarë po shkruan atë shpend? Se unë e kam mbi doll. A thuaj I mend se atë tokë të bekueme që vetë Zoti na ka dhanun, sot me e shkel kamba e poshtnueme e një të huaj në kem mi çfarë është kjo e fundit? Me Ilanun, se po e lexoj nga lart. Nuk e di apo një shqiptar siguronë që po lexon veç unë sa herë të lexoj këtë po më të Gjergj Fishta. Unë jam rritur më tërçi më rënçi të trupit. Burri tezës tim është shqiptari I Kosovës. Do ta them pas emisionit se s'du me të bëj reklam. Jo, më tamam puna, unë bile po kam qef me bëj reklam. Është vllai I Sabri Hamidit, Zeqir Hamidi. Unë kam pas mentor dhe djem Sabri Hamidi është kriminalori I zakonshëm edhe ishte deputet I LDK-s. I cilësuar Umberto Ek shqiptar. Po. Zeqa ka një nivel që unë e kam, si thua, mentor jete dhe djem unë jam për lodrë sepse mentori im pas kaq vitesh luftë më ka dhënë një kompliment, a kupton? Më thon kur ma ka thonë ai më ka prekur se është ajo, okay, njeriu që të ka mbush me libra, të ka hapur mendjen, lexo këtë, lexo këtë. Dritën e xhenxhit. Hape këtu, ai nuk ma ka thënë, ai më ka treguar rrugën, shko atje. E kam bëu vet pastaj se ashtu duhet të jetë. Çdo njeri duhet ta mësoj vet gjën. Si to çpendi më ka mësuar, më ka dhënë që në kryet herë se 10 vjeç, 9 vjeç, Lahutën e Malësisë libër me kasete mbaj mend. Dhe unë edhe e lexoja, edhe dëgjoja të kënduar. Dhe nuk njoh njeri domethënë më gjigant në kombin shqiptar që e te I kalon edhe Skënderbeun për mendim. Se Skënderbeu I përket një epoke tjetër, është I krenari që si Aleksandri I Madh, Shqipëria I qëndron shumë e vogël Skënderbeut, është hero botror. Absolutisht. Domethënë ishte në përplasjen e qytetërimeve të shekullit 15. Ishte deciziv, mbajti një perandori në kulmin e vet, kupton, ishte në fillimin e kulmit vet. Gjergj Fishta ishte një njeri I cili antar I 5 katedrave shkencore europiane, kupton çfarë niveli. Dhe është njeriu I cili ka hyrë në konferencën e ambasadorëve e ka thënë nuk e dua, nuk ulem pa ma gjetur karrigen për të vendosur bishtin, siç ka thënë ai serbi, shqiptari me bisht. Po e di çfarë simbolike është. Është njeriu I cili ka refuzuar çmimin Nobel këtu, lëshohen edhe nuk dihet sa duare, sa bide, sa WC puthin njerëzit për të marrë një çmim Nobel. Ai e ka refuzuar sepse është kërkuar të hiqen 4 rreshta nga Lahuta Malësisë
dhe i ka thënë atij zotërisë, unë për një ato 4 rreshta ja kam shkruajt tanë lahutën. Bravo, Dërgiti, po kjo është e zakonshme. E ka një punit mirë shumë. Dhe ka thënë atë gjë gjë shqiptar bash se ni thash me pleshta. Tani ato janë sarkazma që Gjergj Fishta vajtonte, se unë e kuptoj vetë. Ajo që mua më quhet arrogancë kur i them popullit tim ju jeni pacient, që se kuptoni është vojtja, më nuk është që ti do ta shash. Edhe Gjergj Fishta e vuante atë lloj gjoje, po shpreha më e madhe lapidare Gjergj Fishtës është neve kristianët e Shqipërisë, katolikët e Shqipërisë do t'i shkrim kryqet tona prej heguri dhe do t'i bëjmë plumba për t'i dalë në ballë dhe në krah vëllezërve tanë musliman. Vërtet. Ky është heroi kombëtar, veri jug, bashko veri jug, katolik, musliman, bashkoj bashkë se jemi shqiptar. Nuk është patriot Albin Kurti, Edi Rama e tjetri. Këta janë populista që ju marrin votën. Çka mendoni më për kryeministrin Kurti tash të fitoj zgjedhjet? Çfarë mendimi keni ju? Më vjen shumë keq, më vjen shumë keq për vëllezërit e mi dhe motrat e mia Dardane, që bien prej populizmit, por jam i lumtur që këtu procesi është fenomenal. Ma kupton shpendin, më lumturon fakti që që nuk ka hajnie kështu. Tu njerëzit nuk kanë frikë se i deformohet vota, por më vjen tmerrsisht keq domethënë që bien prej një personi i cili në 2003 thoshte Dobrovjeçe mos ma prekni multietnicitetin e Kosovës. Kur ishte luftë kërkonte paqe, kur mbaroi lufta donte lufta, kupton? Kur filloi paqja donte luftë. Ky është një personazh orwellian, i cili është një manipulator i frikshëm patologjik oratorik, mund të nxit çdo lloj gjoje për shembull. Kjo nuk të hahet, asfalti s'hahet, buka s'hahet. Gjithasë ne duam kombi bashkimin kombëtar, edhe ky ka bër për bashkimin kombëtar saç ka bër, domethënë, saç kam bër unë për plantacionet e pambukut dhe të orizit në Kinë. Pse? S'ka bërë asnjë lloj gjëje, ne jemi më të ndarë se sa kurrë, domethënë arroganca e dy njerëzve delirant me njëri tjetrin, Edi Rama dhe Albin Kurtit, ka sjell një lloj ftoje institucionale që është e pakuptueshme, a kupton? Kjo është masë e vërtetë. Ç'po më bëhet më kush është Edi Rama apo Albin Kurti, unë do më ardh në Dardani valla. Po kështu dyshime po më në aspektin kombëtar te kryeministri Kurti keni ju? Se Altini ka ngretë disa dyshime, Altin Gunxhaj ku ka qenë këtu. Po ai ka dyshime të njëjta dyshime kam dhe unë, po s'është mirë të flasësh për një person i cili, domethënë unë dyshoj për kë punon valla. Domethënë jam i bindur që vetëm për Kosovën nuk punohet. Ta gjejmë të gjithë bashkë se për kë punon. Po për Kosovën s'po punohet. E kemi edhe një ish ushtar të ushtrisë shqiptare të Kosovës, është mbrapa, ai nuk mendon si ti. Ka një mendim ndryshe për kryeministrin Edi Rama, bile shpesh i bën kërkesa. Me neve sonte është takim pllastiki u ftym me Dardërgitit vallë. Mirë, se erdhe. Faleminderit shumë që erdhe. E pas keni majic special, a? Çka po shkruan çatë? Edi Rama edhe? Kamera nëse mundi me fokusu? Se që kjo kamerë, po? Çka po shkruan bosh kamera nëse mundesh, po? Për liri, për atë për Shqipërinë? Për liri, për atë për Shqipërinë, çfarë do të pëlqen? Se edhe mbrapa. Shqipëri etnike, po? Estetikisht është e bukur. Domethënë ka prishur vetëm me Edi Ramën aty, po. Ja, kum në req. Pse? Bashkë kum në req. Po pse e ke ndreq? Faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit për ftesë. Pse e ke ndreq me Edi Ramën, po veç pendi? Po unë e kum ndreq edhe me Hashim Thaqin edhe me Edi Ramën. Se Edi Rama, dhe me thonë, zgjedhjet e fundit, i ka fitu krejt që ka qytete në Shqipëri, Edi Rama i ka fitu. Mos tim për atë se edhe Albini i ka fitu këtu, po? Po, e ka fitu me votë Edi Rama. Edhe vetëm Kavajën ndoket nuk e ka fitu Partia Demokratike. Na, në qofë se dojna dikon me mujt, Miku jam edhe i shpend. Kundërshtar politik dohet me votë, e jo me protesta, e jo shembull që shikun pa une në të kalunën, është për dhimbje, po një shumë keq, se shpendi e din, edhe do të me pranu edhe ato të këshijat, që ja bojna na ka njëherë shtetit, jo na, personalisht, po persona tjerë. Për shembull? Për shembull, po nisna pe Kosovës. Jo fort mirë e dini, Albin Kurti, kohën kur ish opozit, që e ka kollë parlamentit, e ka gjumë me zonë, e ka kollë parlamentit, e ka kollë mrena parlamentit. Unë dje kisha një protest para qeverisë, para zyres të Albin Kurtit, edhe ja përkujtova.
Thash zotnia, të kujtohet kur ja qitë që piken, Parlamentit Kosovës e ke sulmu me zoll. Vetë vendosja e ka sulmu. Këto janë fakte të gjalla. Një person që 2 bashkim kombëtar e sulmon shtetin e vet, ma mërmenja që ai është kundër bashkimit kombëtar. Po protesta, çka mendoni Basakim që po mohon protesta? Në Shqipëri, po mendon. Qore, une po të tregoj diçka. Kohën e kalune, kur jem kanë Shqipëri, kur janë majtë do protesta të pëdës. Edhe tani, jam shku e kun vizitu Shqipërinë, mas 4-5 dite, kur e kun pa qeverin e Edi Ramës, që që kishin konsulmu, a kanë edhe në për media. A është ai shqiptari, a ka gjak shqiptari, kur e sulmon një institucion. A din qysh po më kujtohet aja kohë, kur e kun pa sulmun, do me thonë, qeverin e Edi Ramës, e shqiptarve, e shtetit shqiptar, se nesër, sot është Edi Ramës, nesër më në të me kanë shpendit, e atina tjetërit. Po kur i bje dhe më dhënë që populli është i bindur dhe më dhënë që ky kryeministri që është e ka institucioni i shtetit, që ne e dashurojmë edhe lëm jetën për të, është i shitur në për agenturat tuaja, vlla, që nuk punon për interesin. Tani si duhet me i bë, duhet me i marrë le Vučićit, ta godasin kryeministrin e punëtorit tënë, si i bje. Se ka ardhur më shumë ka ardhur Vučići se s'ka ardhur Albin Kurti në Shqipëri, vlla. Okej. E kemi bërë si motër Vučićin. Më na ardhe këtu e me emrin Aleksandra. Ti fort mirë i din që shteti ka mekanizma. Unë Ka siguri. Po prandaj po protestojmë më miku. Ja, po të regoj, veç pa. Shiko, unë i përulem, ka qenë luftar zotëria? Po. Ti përkulem, jo, ma jap dorën, i përkulem trimnis që ke shkrep armën për shtetin ta të vla. Për këtë ta jap dorën dhe të jap përgëzimet më të mira. Por, krye, kur të krye. Okej, më fal, po bravo, më fal. Krye. Neve kemi dalë në protestit dashur, na duhet edhe ndihma jote, si patrioti vërtet, sepse jemi të bindur që një klasë politike e establishmentit, majtas dhe djathas, po e çmontojnë Shqipërinë dhe po e shesin për skrap, po mendojnë se u ka lënë baba. Dhe këta kanë ngritur çdo lloj rrymë patriotike, semi-patriotike, patetike, po të duash ti. Pra nuk të bën ti patriot kjo shenja dhe thuash Serbi ta ashtu modrën, Greqi ta ashtu modrën. Jemi shqiptar ne kur lum kombëtarja. Patriot bën mos vjetesh vendin tënd. Të bësh punën tënde, të rrizësh cilësinë e arsimit, të rrizësh cilësinë e prodhimit. Neve nuk prodhojmë shkrepsa. Nuk tregtojmë asgjë, neve vetëm importojmë. Po as pat ligjona më? Ka 12, ka fusha Myzeqes është një nga fushat më të begata në Ballkan. Neve i marrin domatet nga Maqedonia, marrin mielli nga Serbia. Tash ma thuaj ti mua vlla, tash. Vetëm kaq më thuaj kush është tradhtari se jam unë i pari që sakrifikoj me gjyq ushtarak. Dalsha unë tradhtarët më bëjnë gjyq publik vlla, e të shpëtoj Shqipëria. Po kush po e tradhton? Ne që dalim të revoltuar apo këta që kanë i mungojnë 12 miliard dollar në buxhet për 10 vjet. Është të mëshme. Shpend e kryve, po? Po tjetër. Më fal, nuk ndryhim më. Jo. Si ki drejt ti mi thonë një personit është tradhtar. Hajt, bindum ti mu që Edi Rama është tradhtar. E kam pyetje? Me dy fjallë, veç bindum që është tradhtar të Edi Rama. 1.100.000 vlezër dhe motra shqiptare kanë ikur jashtë për mos të kthyer më kurrë. Po tash ja, nuk është ajo. A më the një fjalë? Po, e kryve. E ke statistikë, e ke statistikë. statistikë. Edi Rama Një kombëtar sjell njerëz vlla, nuk i largon. Janë mekanizmet e shtetit që e caktojnë njerin a patriot, a tradhtar. Kur është një kryeministër, një president, një kryetar parlamentit të shku rrugës gabueshme, janë mekanizmet. Vlla, unë nuk mendoj që Arshën Taçi është tradhtar se është po mbyllet në Hagë vlla, që po akuzohet për krime lufte dhe pas lufte. Ai mund të dalë tradhtar në gjykat me shtet. Arshën Taçi mund të haj 35 vjet burg, 50 vjet burg, 200 vjet burg. Shpend gazh nuk ka për të besuar ndonjëherë që ai ka tradhtu Kosovën. Me të njëjtën gjë e kanë edhe me Ramën. Unë jam i bindur që është tradhtar, ti mund të bësh letra çfarë dush. Do të fakte më thonë që është tradhtar. Ore un po të them edhe po mi. Vlla, edhe shikoj faktet i bën njerëzit. Njerëzit janë manipuluar. Domethënë Draçemajzën pas jakem, ky pidon, po thot Hashimi është më burrë mirë se. Hashimi ka qenë luftë. Hashimi ka qenë vlla. Zotni vesh një pyetje. Pse i thu ti tradhtar Edi Ramës? Se ka tradhtuar ta ka fitu krejt Shqipërinë me vota. Tani do me don leksione. Edi Rama e ka fitu krejt Shqipërinë. Do me thonë vetëm ka vajen, duket e ka PD. Po ka vajen, na e fali neve, tha mbajnë ju. 3 mandate i ka Edi Rama. Do me thonë i ka fitu. Çaj popull që është në Shqipëri, të gjithë ja ka dhënë votën.
vëlla, pse ju s'ja keni dhënë një personit shembull me qit kandidat kundër kandidat edhe në kanë me Edi Ramën me fitu ai tjetëri, po se ka fitu, as Sali Berisha. Ju jeni të majtë një protest ndaj opozitës edhe pozitës. Do me thonë, ndaj Sali Berishës edhe ndaj Edi Ramës. Ju po thoni burg Edi Rama, burg Sali Berisha. Do me thonë, as njani nuk shkon burg, nuk jetë ti që e përcakton. Nuk është protestuesi që e përcakton me shkon burg Edi Ramën, as Sali Berishën. Qofë se kanë bo gabime, janë mekanizmat e shtetit. Ata e përcaktojnë. Mekanizmi i shtetit, po jo tani se po mbën leksione politike. Ti kishe sakta do të gjojë me këshillit të Meria Sadriu letër, po si kja sakta. A po më me folë, se ti je gazetar, e ki përvzja. Unë jam pedagog, unë jam gazetar. Gazetar është ai, unë jam pedagog, ku me ta dhonë edhe një këshill ty. Po. Lem të folje të kërjo në zotni. Qëre, pedagog të kje, po më janë shumë mirë suksese. Unë e kam një këshill shumë më të mirë se ju që po delin protest. Kom dëgju një ditë një njeri që kish bërë një vrasje, një burr shumë i fort. E dha një mesazh sa deri shumë të fort. Që unë i kom pa shokët e mi në luftë, që kanë vdekë para kamëve të mia, edhe nashta nuk kom qajt. Për qatë burr kom qajt. Tha, unë e tha i kam hak njerit, jam dalje kom vrasë, tha do del të më vret. Pse s'merti si pedagog, një aksion, mi pajtu krejt gjaqet që ajo në Shqipëri, njëherë me bëti qatë të mirë për Shqipëri, mi pajtu të gjithë. Kush ka vra dikanin, mi pajtu. Mu bo si janë të në qeta. Kur të bojë si janë të në qeta, tani vetë ty të lypë Shqipëria, që fse kiti qëllimin me mëri të kryeministri të presidenti, me bo shambull. Unë do jem pas Ramës. Pa morë për Shqipë. Unë e të morra shambull, ja, më së prek. Nështë e ka në shoki juati, qaj që pi ullhesh protestat. Unë po të gjoj deri në fund që të kemë kontime. Unë e kam këtë këshill. Edhe me dalë mi pajtu krejt shqiptarë. Se gjysa... Bravo, dërë këshill në poshtë, dhe kje që këshilla. Po, një këshill që në është ta kërku, se unë e kam ide që ty s'ta kap të rungë edhe që je pedagogti. Unë e di edhe tarmen që ka mu bo. A do në me tregu. Po ti ndoshta e di dhe ku shamuna, Lidhëm për fjallë. Shpend, lidhëm për fjallë. Se unë e du bashkimin kombëtar ma shumë se ti. Po ti pja, këta nuk e di ta që më shumë se ti, nga e di ti sa e dua unë. Se s'ke variabël, nuk të bëhet as empirike. Se ekuacioni do t'i ndryshore. Apo e kam gabim valla. Vesh lutna, mos më ndër për i kur të fu. Edhe nuk ndër për i. Njerëz të Kosovës, ma shumë e dojnë bashkimin se të Shqipërisë. Një pjesë, bënë i bindur. Unë në të dhe të njëte jam kanë i burgues në politikë. Zotni, për çka jam kanë me vetë që tash e di pa atëherë se kum ditë, si nxënës i klasës 7, profesori më ka thonë, dilë shkruj Kosova Republikë, rënofta demashi, rënof Shqipëria. Oj, ty be se kum ditë asë kusha Shqipëria, asë rënofta demashi në burga si kum ditë këto seni. Shpend, këshill, me rri studentat, me rri profesorat, dilë pajtaj që ata njerës që rrinë mshelun, që kjo është, do me thonë, merita me madhe, mirë njohja me madhe për ju e që na mas pare, anë të nqeta i ka pajtu shqiptarët në për Kosovë. Tani ju këna këndërvy shkot. Kështu që kjo është shumë e mirë, po të dha si këshill, pajtoj njëherë që ata njerës që po rrinë, sa ato ka familje, ka studenta, ka nana që zdalin. Kështu që na gjithmonë do të me respektu votën e qytetarit. Edi Rama është kryeministër deri... A ki dyshimin këtë protesta pas Akim, shkurt? Po, kam dyshime, se këtu janë hi edhe shërbime nga Serbia, nga Greqia, ka edhe shërbime tjera, është një postim shumë postim i besueshëm, që ka edhe pe Beogradit, ka makinat Beogradit. Te më ndërëj, shpens lirë. Po tash baza ma kërkuan një luftarit Kosovës do t'ja plotësoj që kur thotë lart mbaroj, edhe pse para një vite pe Merdarit janë hi 10 makina nga Beogradi. Edhe kanë bo kontrol hiç këtu në Merdar, edhe kanë vazhdu për Tiranë. Do me thonë, po këtu... Pa e lefojnë këtë rast Edi Ramës. Jo, Edi Rama ashtu i përcjell. Kush është allo? Edi Rama nuk është. Po. Jam makina të Reuters, i doli vetë Reuters. S'ka problem. Shqiptar ka dhe... Po po edhe në Sehin, po edhe kushtimish në Sehin. Edhe në Shqipëri, edhe nuk e di kërkush, Edi Rama i ka fa të burë, sa ajo kërë minister. Shqipëria është i përcjell. Po shem të erujtë në Shqipërinë, në Lutna, shteti shqiptar është i përcjell. Shteti shqiptar e din edhe na që jena sonte qëtu. Shteti shqiptar i ka mekanizme... A u konë rrezik Edi Rama para 3-4 ditë, drejt kallëzana? Jo, sa kanë rrezik Edi Rama kur, po Edi Rama
e respekton votën e qytetarit. Po, a ka qenë rrezik ajo, drejt? Jo, ka Edi E Rama ha sa... 3 fëmijëve me ardhe Edi Rama me kandidu në Kosovë e pas ka marrë 8% më. 8% Po që ka marrë juve, zotni, po që ka marrë juve. Neve na e morin nga budalliku i Sali Berishës. Edhe neve që Se ashtu dojë mandatet, se këto doja toja. Që ashtu pële merre, edhe neve atë bikurti. A më po veç të... Basakim, janë akuzat rona të i pidhu shpendit i pagu Serbia sa në rrja. Jo, si për thëmë këtina. Po, Vari Shagashi. Ja, të ludna, sadri, mos ma shtramo Po nuk ta përgjizjen, të ludna. Unë së thash që shpendin. Protestus. Qëre, shteti i Serbis ka mekanizma që ishte njerës në protesta. Ata shumica janë njerës komtar, komplet janë komtar. Po nuk bëhet protesta në këtë moment, kur Shqipnia edhe 2 vjetë në NATO, kur po dojnë me investu, po ashtaj e Rama që Shqipëri unë e për 93-ës shkoj, sadri. Ku ka toka në detin zalë, ku ka privati, o vla, nuk ka, e Rama ka në ajë përsen që ja ka dhonë letrat. Atë kujtojë si Kadri Veseli që theke në Prishtin, kodër të rima, nuk ka kërkush leje tokë, prënë. Po theke që se e fitaju në Prishtinën, atë kujtohet, ku mi avdhon. Që ashtu ka vepru e Rama. Dëryt, shpend, zhlirë. Nuk kemi ndërhyrje vla, sepse jemi 2 vija paralele të cila nuk kanë asi pik tangenciale në analizën e vetë. Edhe nuk mund të kundërshtoj do se... Se jeni gabim, jeni shpend një rrugë të gabushme. Keni dështu me këto protesta. Ishala qofë zgjallë me jetë gjatë në shikosh pari qëllimet e mija e kam gatima bashkë. Jo, jeni të bo protesta kundër shtetit. Neve po ushtrojmë një të drejtë qytetare ndaj qa do lloj personi i cili njërë në 2 vjetë na vjen si Krishti duke na kërku votën, duke na puthur duart, duke na premtuar Edenin, po se na ka lënë budallenjor bac tash se ta ka shkatruar arsimin atë arsimin që është mendja kombit. Gabimet e njerëzve. Shambull, qa ka mune faj që ja ka dhonë atë bin kurtit votën njërë, edhe ka fitu 42%. Nuk e bërë më shumë. Une se ja kom dhonë votën, se ja dhonë kur, po ja ka dhonë tjertë. S'ke bërë më shumë vla, do më thëmë, po t'kishe bërë ti diçka kundër Albin Kurtit, mund të më thoshe mua e gabim da Edi Ramës. Ti e grop me Albin Kurtin. Kush? Ti dhe shumë kosovar tjerë, cilët janë kundër. Une jam kundër që 2 vjetë i dalë, se mua Albin Kurti më ka qitë për pune që 1 vjetë zëtni. Edhe une jam jurist, edhe së dhe marrë rogën e një veteranës. Ajo protestës ushtria qlirimtare e Shqipëris. Si që gjeti UQK aty me flamurin ton kombëtar, ne jemi UQSH-ja vla. Do t'a shikosh shumë shpejt, a do t'a gjunjëzojmë neve atë? Ushtria qlirimtare e Shqipëris. Ushtëria po. Si me ndën të ushtëria? Dhe do dalim kundër ushtërisë të patrimazhit. Jetën e jabë aty vla. Qysh, jetën e jabë vla. Qysh jetën? Edhe po t'isha 99, po dhe t'isha 99 një madhë, do vija në Kosovë, ku dori 1% e popullsisë ka dalë. Dhe 1% do isha dhe unë. Bravo. Qëto, ti do m'ja këthy Kallashin vllotën. Unë nuk marrë Kallashi... Po t'luda, e ta shta kalzaj një me dokument. O baca, nuk jemi në emisionin të në lafë, flasim me koha. Po dhe ti ndërhyne, po dhëmë. Po flasim me koha se ke që që parë dëshë. Unë, arma ime vla është truri. Ti ke pas karabinën. Ti tha ushtëri po bojna. Ushtëria që ne jemi armata as kushve, o vla. E njefti Iliadën ti. E ke ledzu Iliadën. O e ke ledzu Iliadën. A pe publikan që tash. Bashkoha po të baj të podcastum. Jo, pas ka formu ushtëri o vlo. Armata e as kushve. Jo, ushtëri. Armata, po, ne jemi ushtëria qytetare e Shqipërisë. Qështu, e publikove për herë po. Ushtëria e njerëzve të mashur, vla. Ushtëria e njerëzve jo byt lëpirë. Ushtëria e njerëzve që nuk shiten për 600 euro për një vend pune. Ushtëria e njerëzve që nuk e njohin frikën. Ushtëria e njerëzve që e le jetën aty në shesh edhe Edi Rama nuk ekziston më si kryeministër pas asaj proteste. Nuk ta tregoj vlla se unë jam i agjenturave serbe, nuk ta tregoj. Jo, tregoma. Pse po thotë e keni mendim ndryshe kjo problematikën 2013 unë kom pasur rast që tash. A komenajt Edin po shtetën 2013 në Arba jonë është truri, o bac. Vesh një moment. Paske kush e di sa pem janë prerë në Amazon për me nxjerrë Edi Rama me letra e gjinove. Jo, me letra po të kallzoj. Një person. Një avokata shka është. Zgjidhja zgjidhi ato si femër që jo vesh. Ato ja kanë bëunë, janë bë virale, pëlqen? Ha? Atë ja ke vë? Drag queen. Ashtu është ai. Veç burrës është. A ja ke vë ato? Po.
Çat video, ti ja ke bojë Jo drejt. videon, fotot që bona, ky ata e person- morën pastaj den. E Sadri, bën apo? ky personi jeton në Amerikë. Kush është ky? Pëllon Bilici. Po. E di që këti se mbante byça me dal nga makina? Apo më lë me fol tash. Po prapë A ta kjo është tregojnë. ja E zakonshëm. bojna kështu. Dar drogite për Bilicin e. Jo, do drogite për Pilinçe se na ulës ta. Të lutna, kur të foli unë ngom. Haj. Kur të fol çti ku më dëgju. Po në këndër prerë pas po me taj vazhdu hapur. emisionin. Po ale, po debatin atë po ja pasi. Jo, kry. Hajde. Po du me fol unë. Po pse në qoftë se nuk e vazhdojmë emisionin ç'a bëhet? Ky personi para 10 vite ka kërku njerëz pe Kosovës. Me shku me 13. Nesër në protest. Ka thirrë një mik i jemi, një veteran i luftës. Kush është? Kush është ai zotaj? Jo që ky ka kërku pe ty në autobusa me çu njerëz Po. nesër në Tiranë me 13-in. Edhe unë këto pe pyes thash çfarë plani, çka ka ky. Po më tregon krejt. Tha, po dojna çështu me bë një protest madhe, me thyje gjithçka. Bilici. Në njeri i Kosovës që shkon me thyj shtetin shqiptar, shumë keq është. Po shkon me thyj një shtëpi të vete, një shtëpi të vjetër. Je bë, gore ose Bilici. Ja, ja, Do t'i ngremi t'lup. zor A si di ka çka i ngremi. Pilinçi ishte si ripi ti të pakën një doktor që të bie ripi pantallonave. Sadri, a di çka i thash aty? atij? Sadri, Se e bën uturak, apo më dëgjon. kupton makinë. Apo Dilte më do të dëgjon. shkëti shtator. Apo më dëgjon. Po. Çka i thash atij miku tem? Se me siguri kam më dëgju. Thash ty të kam shok të luftës, je veteran i luftës. Fjalët e mia janë, edhe po ta dhoni këshill, thash mos shko, mos vazhdo. Pse? Thash një njeri shumë i fortë që i ka pas krejt familja e tij me fakultet janë kanë, edhe luftën pa kanë çaj person, s'ki shumë mujt me bo në koshare. Me kanë dashtaj na luftë s'ki shumë bo. Edhe po ja përmeni emnin, ku pas kontakt 2 herë me ta. Mes një shokët tonë e një edhe ti, është i Mulliqit. Ma ka thonë një fjallë shumë të meshëm, a i nuk është më, është në botën tjetër, ka kontribu shumë për luftën u shtrisë qilirimtare të Kosovës, Fatmir Haklaj. Tha agim, kur më kanë thirë, tha më vlorë me shku, tha kondër vlaznive të mi me liftu, tha i kum refuzu, tha i kum thonë qëre ku janë sërbët. Edhe këti shoku tam, a dit veteranit i thash, për me shku në Shqipëri, me botë lëvija, thash nuk vi, që kine ide, thash, për Sërbi kënena, për Greshi, qa me ri, thërëm kur dush, thash vi. A me shku me gju parlamentin, me kallë të sheverin, thash, jo, thash, zëtni, thash, edhe me mgu mu nuk shkon. Që këj përsen qatë ideje ka vla, me qasë ideje kish Po vri ky ratje. është organizatori protestës. Po çka po di unë? Organizatorët- Ato halo kërkush Po je, tash po folmi pasi kim. Tash po folmi drejt. Një ndër organizatorët kryesor të protestës është ky njeri që peshë këto për Jo, botë. s'jam unë organizator. Jo. Unë jam mirëmbajtës. Mirëmbajtës, po. Unë jam mirëmbajtës, jam Ja, i deri sa nuk e marrin një organizator. Kush është organizatori shpenda po Me me dal, publikisht. Organizatori është një agent i Hamasit, i cili lidhet me Arabinë Saudite dhe ka lokacionin në Iran. Për me? Po, na financon neve dhe agentët tanë janë 7 deri 9 vjeç. Ai gore të botë. Mo do të bën hajgore. E kam kohën time unë tani, Po. bac, mbaroj jo, koha jo, të flas unë. jo, Tani, po, të po. merresh me nivelin e Pilinçit, si e them fillim në krye të herës emisionin që je shumë i lumtur me një nivel të tillë me djalë. Unë nuk vete të flas për Pilinçin valla. Falende, po unë Ai pas dar të ai po gjithë. lyp, ai po lyp njerëz pe Pas gjithë se Kosovë. 4 ure Pilinçi është- meritojmë edhe humor Po, ka pak. Pilinçi është i debil, është i debil par excellence, që nuk mbledh dot ushkurët e bregve. Është një lolo që dje i kemi vajtur, i kemi taku dhe i kemi bë deklarat. Provoje byçën, futun protest e shikon të rriqesh zvarr apo të rriqesh zvarr. Kaq publike e di Shqipëria, e di Edi Rama, e di Sali Berisha dhe Pilinçi nuk hyri dot vlla. Ne nuk kemi fjalët si demushi puna si kur kushe. Ne jena çuna shumë të thjesht, çuna shumë të mirë. Në qoftë se ti thua, apo në një tjetër thot që ajo protestë është e turpshme, kur vin nëna shtatzan, vin fëmijë, vin gjitha, tjetër e turpshme ajo. Ja madhështore është. Ajo është madhështore dhe kjo është S'ka treguese më kërkush i sa madh. madhështore. Unë jam njeriu më i lumtur vlla. Edhe protest. Jam njeriu më i lumtur në botë. Shpresoj që të pakën një herë në jetën e tyre njerëzit ta ndjejnë my amount of happiness. Sasinë e lumturisë që ndjej unë që populli im është me dinjitet, ka dinjitet, atë dinjitetin që kemi lexuar te kjo lahuta amalcisë. Sa debila do dalin si Pilinçi apo Pilinçat apo gjithta gojorsat në parlament, edhe në grupe parlamentare, edhe në media,
që janë lëtyrat paguara për 100 euro, për 200 euro, që hedhin interesin kombëtar, kur neve po na ikin shokët, vlezrit, motrat, po bëhemi gati për tigur, po vind po na e blen të huajt me 1 euro metrin, po flitet anglisht mes Tiranës. Vjen tjetër nga Bangladeshi, nga India, nga Filipinet, të detyrohesh të flasësh anglisht në kryeqytetin e shqiptarëve. Nuk kemi ujë, mëngjes drek dark, jam larë unë 33 vjeç me saplak, se s'ka ujë, s'ka depozita ujë, Tirana. Vlonjatët e kanë Luanin që e njeh gjithë Shqipëria që mbushin ujë ftohtë, s'kan ujë të pishëm në shtëpia. Mielin po e marrin, po na dalin burrat, po na dalin gra, si i ka rënë testosteroni, se të vjen malli i helmuar nga Serbia. Dhe që nga mineve njerëzit të cilët po godasim shtetin. E kush mendon që do të me ardhë në kryet e Shqipërisë? Në kryet e Shqipërisë, konditat, rrethanat prodhojnë zgjidhje. Ne duhet me pastru qelbin. Qelbi janë ky establishment. Nuk mund zgjedhim dot si do ta shërojmë, si do ta fashojmë pa pastru qelbin vëlla, se të shgangrenizu plaga. Askush që do vi, ai grup që do vi, ta masi, më fal për shprehjen, bythën mirë kur ti marri fatet e Shqipërisë, se nuk është aq e lehtë, se e kanë bërë çorap. S'dihet se si i kanë bërë gjonat. E do vullnet shumë të mirë, duhet mendu për ata fëmijët atje. Për ata dy atje duhet me mendu. Ja, po mendon që me këto protesta bjen edhe Roma? Absolutisht po vlla, absolutisht po, sepse është protesta më qytetare që po bëhemi shembull në botë. Po e vërtet kanë folë gjithë bota për neve po bëhemi shembull në botë për qytetarin tonë. Unë dhe ai djali atje Vilsoni, përshëndet, do të kiti për Vilsoni. Kemi mbajtur kordonin e policisë, nuk ka polici na flet keq nave. Ne i bëjmë ftesë administratës publike, ju jeni tanët, hajdeni, friteni frikën. Se po i mbajmë për një copë buke në punë. Ti e duke bë punën e të kërcënon me punën tënde, a kupton? Të vjen studentët e thotë o profe, ma jepni copë pese se do ikin shtëpi bari, mos ma diq diplomën. Si duhet ndihem unë si pedagog. Tezja ime me kancer, merr transgjinori dhe transseksuali subvencione shteti për terapi hormonale, se ndihesh ti mashkull apo femër, se më plasi mua Rama, se ndihesh mashkull apo femër, ka prioritete, o vlla. Sot e kësaj ditë nëse ne jemi nxip buke, unë heq bukën time për atë fëmijën atje. Se është më primar se sa unë. Kjo është burr shteti, kjo është i kesh bolet katrore, o vlla. Absolutisht, pajtona plotësisht. Ky është burri i shtetit, nuk është burri i shtetit që flet. Duhet të ketë prioritete, diun ma bëjnë mua, gjithë e bëjnë krenarinë e patriotizmit. Patriotizmi është trop bythën ndërto vendin, patriotik janë gjermanët. Pas luftës së dytë botërore hëngër kartofel. Hëngër patate ndërto shtëpitë e njëri tjetrit. Edhe sot janë Gjermania lokomotive e Europës. E çau boga patriotizmi me 2 foto me 3 thirrje? Është turshme. A doni me tall trave me pilinshat me gjithë, hajde me tallem se kontent është. Po. Po protesta është gjëja që i ka trembur gjithë, i ka tredhur ta. Ja, më nuk pago po shakose, s'është pilinçi nuk është. Pilinçi mirë që nuk ka ardhur atë ditë se do ta shikonit si hektorje më që tërhiqej nga Akili. Bashkë me ata bodyguardët e vet paguar keq, a kupton? Paguar velesi. Ne vllat atë dini gjithë ku është kamera. Ne jemi armata e askushve. Armada e Odiseves, na njeh njërin ava. Der koka jon, ushtria shërimtare e Shqipërisë. Po thuj konformu ushtri. Ushtria shërimtare e Shqipërisë. Po pastrojnë Qelbin. Ushtria shërimtare e Shqipërisë. Hajdutët. UÇSH. Ne jemi ushtria shërimtare e Shqipërisë. Do luftojnë tër jetën armikun e brendshëm që e kena pasur, se t'jashëm s'kena pas në herë. Kena 100 ca vjet që s'kemi armiq t'jashtëm. U krija. Ne do luftojnë brendshmit, ta hajdutet me çizme. Këta do luftojnë ava. Po pasakin po. Ky shpende e pranoj që kanë formu ushtri. Edhe suksese. Të duhen 3 vjet suksese. Të duhen 3 jetë edhe 4 bibliotekat, kapesh me mua me fjalë, po ja, po vetes. Vesh unë po them, unë jam ushtarak. Unë e kom shkel krejt Tropojen, krejt Kosovën, Drenis, Dugazhen me çito kam. Ushtri nuk mundesh me formu, shpend. Po vjen shumë keq. Mundesh me formu, po majnë men, edhe ki me më thirr, mas një kohë, ku me dal miku maj mirën, se ki me dështu. Se s'kan me të lanë. Mas pari, shteti shqiptar s'ka me të lanë, NATO s'ka me të lanë. Shpjeguaj çik metaforën. Ja, po veç po të regoj që po donë ushtri. Ushtria s'formuhet me militantë vetë vendosjes. Kush janë këta?
Po kush janë të këshyre? Militanti vetë vendosjes ta udhëheq protestën në Tiranë, o zot Kush di. udhëheq protestën më? Po kush Kush është ky tipi që udhëheq protestën më, o vlla? Ky avokata çka është? Ky avokati, jam të folë tash, zotni, mos më pengon se s'pengon. Po, Ky ka pas daljes Kosovë. A dini? Dhe so vepra i ka ky zotnia. pse shako vepra, ky Po homo t'lutem, musafir të onë. o, Po ky para një ove këtë onë musafir se në unë Ma likosh. herët ka pas, ma herët. Për çka? Për çka? 4 vjet ka pas daljes me hin Kosovë. Për çka? Unë si jam policë më zotni informacionet. Po për më që çka? dha në Për shembull, na sen vepër s'paguna banore për tonë. këto. Po unë i ku marrë informacionet që ky zotnia ka pas daljes. Shteti i përcjell, na kena shtet. Shteti i Shqipnisë i përcjell i Altin Gunxha pas ka pos dalesa? Po, që ky Na foka që s'ka avokati, sonte. Ja, tash ja kanë hirë. Përpara ka Që fota e dytë është emisioni tam, që e Po, sareta. lutna, këtu i kam krejt, o zotni. Hajde tjetër. Tani, çka është një e keq? More po dalë unë që kam dalesë. Sadri. He. Është një problem tjetër, se këta halon nuk janë dalë publikisht, mi thonë, E për shpendin a ke gjetë diçka pas, a ki më falë që për për të kanë, ja, s'kom gjithë. As pilin që nuk Jo, gjeti do të jo, mua jo, dha. ne, s'kom Familje gjithë se s'm ka kosovare Fieri, interesu. tha. A di Familje pse? patriotike, familje madhe. A di se çka për se gas s'm Ka interesant? shkruar Frank Bardhi e marrë mira. Po, Nga e knena. vërtet. As armiku s'ma shan dot prej ardhja. Është një problem tjetër, se këta që sot dhe t'janë të udhëheq protest, se protesta është e legjshme, edhe me ligj, ka drejt. Ky tha policia nena knena, u pikallzoi shpendit. Sun polici gjenerata e parë jam, edhe policinë ushtarake 2 vjet jam ka. Polici, ty të rënë gaditun deri ti, nuk e sulmon policin edhe institucionin. Qatë moment që të sulmojsh institucionin edhe policin, bojnë Allah fonet të shpend që shka me të Po kur ti dali gruaja, respektu. po ti dali gruaja vet, po ti dali Protest, gruaja vet me nuk fëmijën njej, para. Njësia speciale, nuk njej. Po çfarë do na bëjnë 100.000 veta, do t'i hyrë neve në kryeministrike me Se përdyrë po të unë ulem. që jeni 100.000, po mënoj që janë më shumë. Do bëjmë 100.000, do Sadri, 120.000. apo vjen me fakt. 500.000 Jeni do ma bëjmë. shumë? Do bëjmë Zotni, 500.000. strukturën, metodat, punën e policisë e një fort mirë. S'ka çam thot. Unë po mënoj që janë më shumë se 100.000 Çka? protestus. O, edhe 200.000 me kanë. O, krejt Shqipnia, krejt Kosova me shku. A pëdëm në ta kalëzu një informacion që tash. Majnë men që kjo agim plashniku që apo të thëtë. Krejt mu shu. Amerika ka thonë, krejt mu shu, shqiptarë. Po, Amerika ja ka qitë pikjen. kujna? Që s'ka që e livrit. Na krejt mu shu. Kanë e diromuna? Jo, s'ka lidhje e derama. Shteti s'guxon më prek. S'ka lidhje. Mos u kapni për e derama, bre. Ja, ti thua, Amerika ka thonë e diroma sërzohet. Po kur thëm shteti është e derama. Po çapum Deri në cilën vetë? deri 2030-ën. Ma më për fjallë sa drejt. Të këkshish, Ma më për të fjallë. shku këtë protesta, vëllo. Jo, mërë, jo, kanë drejt këta me protestu. Unë që 2 vjetë protestaj. Ku ja u bëj mytin O, Vilson. zotni, sa drejt. Unë që 2 vjetë protestaj gjdo dit. Djej kom hi Albinit mrena ato. Po e bosh. Ka najtë policia, po me policë unë s'kom pas kur farë problem. E kom kryu aksionin tem, që shta shpendi, kam përshëndeti, kom përshëndeti. Po qatë dit unë që të thej, që të këshyri me sulmu policin, këshyri të agimin, bulge që ujnë me në rani. Ligjë më rejep, ka shtet, o zotni. E po të kalzej unë e veç një. Po, talon më shpendi me full. Ja, full shpendi, pe kry, full shpendi. Hajde, okej. Është musafir e respekt, nuk ka problem heq. Po du shpendit mja kujtu edhe shikuzve t'ju edhe popullit shqiptare. Që kjo është, qëre, tash, s'kapun për figurë, shambull, se nuk bën. I mirë i keq, gjdo njën e ka një shansë. Që kjo është e derama që jashtë ta ka mbrojtu që kënë. Se na thujna, dikush mërë me thonë... E dirama kokra Afrika Caku dhe bërë ti plasës tullum bacen për qëto mami, ti thua kanë brojtu që ka dashje. E kanë brojtu që... A ish krim bim bret, 2 metra krim. Ata pys me të diçka shpendi. Po nalju dhe se unë e kanë fjallin tash. Hajde dhe po, shumë e zgote pas. Ja, e kanë brojtu që kënë. Beograd, Vučićit i ka thonë, Kosova është e pavarur. Midis Beogradit, që kjo është e dirama. Na mujna me thonë gjithë shka. Po që kjo, kër e ka pas shtoncën i ka thonë, Trumpit i ka thonë nërsy, do të milëshua ta në hagë. Edhe po të ka zëjt diçka sa drejt. Majnë men që po të thëmë. Se krejt fjallët e mija të kanë dalë gjithdoj me si. Po. Të këmë thonë që kur vjen koha e presidentit ka mu prish qeveria. A është ashtu? Po, prish, po. Edhe nga kënena që po thëmë, që ka kontribu e derama për qitë Hashim Thaqin, edhe që ata në hagë, Albin Kurti, as një gotë ujë se ka dhanë.
Kontributi më i madh është i Edi Ramës për çlirimtar. Ta vesmi Shpendin a mendon çto? Shpend, a mendoni ju që Edi Rama ka dëshirë me u liru ashim thoçi nga burgu? Ka kontribuar dhe ka dëshirë. Edi Rama mendon me veten e vet të rrinë të katërt aty sa më shumë, të prodhoj kontent i përdor në një herë për të marrë tempin, se si do në vit trendi votave. Po thu që s'ka dëshirë. Po as nuk i plas Rama fare Ramës për çfarë po bëhet në Hag. Për vllahun Hashim Thaçi që zero shteti, unë kallësoj me fokë ty Shpend. Vetëm retorik publike. Çfarë fokë kiti pasi vetëm po zotnia. Unë vesh një po të them, se unë kur të foli diçka foli me fokë. Çfarë fokë? Unë s'foli. Unë kur jam kanë në Hag, ja veç pa. Ma thonë emrin Shpend Gashi. Ka Gashi është i Bajrak që ka shkruar Frank Bardhi që 1634. Ti Gashi, na quajnë Ti je krenar dhe trima. Ti je Gash. Edhe fatmirësisht ne jemi të tërë burra vëlla. Çfarë do gjenerate kena qenë burra me bë të madhe. Respekt. Kështu që nuk e llogaris jo Ramën për gjallë vëlla. Se llogaris. Hashimin as Hajde bëjmë analizë gjeopolitike se si po përdoren. Ti pe kërcënon. Po ka po kërcënojmë. Pe kërcënon shtetin shqiptar. Jo, unë kërcënoj Edi Ramën, po Edi Rama i ke punë shumë keq vllajim. I ke punë shumë keq me neve se nuk ka lindur akoma aq më tepër një krim si ty na poshtrohet na uli dinjitetin. Nuk ke guxuar ti jonjë se ti Skënderbeu. Merrja me vota. Skënderbeu i asaj Donika Çaga Spirokali. Ajo të ka bërë Skënderbeut. Sklavi ajo jo ne. Som lë me kallzu kontributin e shtetit shqiptar për ata në Hag. Hajde po. Kam dëshirë se ti tuk je gashun e Kelmendjen. Me fes. Kur i ku më dhesh 5 autobusa me kolegë, me veteranët e luftës për në Hag. Shkurt veç, pasagim. Po, edhe jam këtu. Po shkurt se selam me Buçmendin, po selam. Te Tiranës jam shku kabinet te Edi Rama. Edi Rama sa kon, kam prit shteti, kam prit. Edhe kum kërku 2 kërkesa i kum pas. Një protestë më mojt on Tiranë, një më mojt on Shkup. Edhe mas 2 javë dite o realizu, domethënë. Edhe fjalë që mi ka dhënë kabineti për ata në Hag, për ndimen, dhe me thonë i falenderoj. Çfarë ndime? Me tënë, që ka pas nevoj, shteti shqiptar ka kontribu. Edhe që lirohet Hashim Thaçi, që ata në Hag janë meritat e Amerikës edhe të shtetit shqiptar, se tash me përmene Edi Rama, po menoni që unë e vesh, po anë ka Edi Rama. Po, Amerika edhe shteti shqiptar. Nuk duket, e kamuflon shumë bukur mbështetjen për Edi Ramën, e kam sinqerisht. Jo, po të regoj. Po çfarë kamuflone? Po duket për aeroplanin domethënë. Jo, unë po them për shtetin. Po shtetin e ka Edi Rama. Nesër na vjen dikush tjetër, po 2023. Po shirkon zonës së Lleçi. Domethënë edhe 4 vjet. Po. Edhe a mendoni që Shpend që Edi Rama deri në vitin 2030 do të jetë? Kur dihet që nesër është ditë e shtunë edhe më ka thonë Altin Gunxha që keni me bllokuar rrugën krejt. Edi Rama do ketë fatin e Gruevskit, por Gruevski ka pas burrni si karakter. Ky s'ka pik burrnie, këtë e ofendon po ta quash burr. Kështu që i vetmi azil politik që ka të garantuar është Izraeli. Deri kur do të vjen Edi Rama? Nuk e di, neve do jemi aty për ditë. E nesër ditë e shtunë po flitet që kanë me bllokuar rrugën. O s'kemi për të vajt në plazh më. Aty do rrim, do bllokojmë. Do bllokojmë sheshin aty. Ka shkon Edi Rama me bli buk? Neve o e çojmë si agjenturë huaj, o e çojmë deri në fund shkatrimin e turizmit, shkatrimin e Shqipërisë. Jo, s'po tham. Nuk e lëmë, deri në fund kemi për ta çon. Ha? Unë jam të po. A kam kohën time unë. Po, shkurt e krysha, kena me minuta. Ja. Jetu e mot. Po të emocion apo Shpend e kokën e vet, po. Unë kam kohën time, bëjmë minutazh, ke ngrënë çik minuta, po tu sipas do të respektoj absolutisht. Kur e ka Shpend ikun, po mirë mja fut xhamo. Çes du me fut këta me lokën. Ja, unë e kam një bindje kështu. Po, Shqipërinë kanë me shkatëru, çyshe kanë shkatëru mas kohës të Enver Hoxhës. Çka ka ndërtu Enver Hoxha, i kanë shkatëru. Edhe tash, çka ndërtu Shqipënia, çështu e kanë qëllimin ndë njerëz. Shumë të keq e kanë qëllimin. Hoxha, Tunxha tjeta. Jebi Enver Hoxha, ai ka qenë komandant. Ati po, për aty jemi dakord e Enver Hoxha. Enver Hoxha ka pas vetëm një rregull, ashtu ja nënën tret bab. Edhe
e zbatoj me përpikmëri. Po veç që tash turist ja ka nis me ardh. Turistët po vinë po flasin. Largohen. Po turistët po vinë po flasin protestit, tua largohen turistët. Zotni investorët largohen. Ai do të save Albania. Investorët na dalin. largohen. Më ka ardhur një vajzë e bukur nga Kuba, na dilte aty dhe ja bona un Albania Libre, Kuba Libre ma boni mu. A kupton vinë edhe nga Kuba. Ushtëri shpend kur i ki këto sjellje me femna. Me vajzat bukura ma. Si Gaddafi. Si Gaddafi me femna të bukura. Se ushtarët nuk i thon bukës buka. Ja, ushtaraku. Si thon bukës Ti s'pas ke qëllim. Ushtaraku s'mori arrestat. Ta na fillan punë. Po bac, tash për shkak të pamjes, edhe për shkak të shtat lartësisë, nuk është se kam pasur ndër komplekse me femrat. A kupton? Edhe jam shumë i lumtur që në këtë kohë më pëlqejnë femrat vlla. Po s'pas ke humor ti çasi milli. Sot e ke. S'pas ke humor çasi. Sa miell serb. E kam gjyshën kosovare valla. Bën miell shqiptar gjyshja më. Nuk ka bën miell shqiptar. Tash ushtria i dashur nuk e di sa njohuri keti mbi figurat letrare, një ndër të cilat është metafora, po ushtria është metaforike. Kur ta marrësh vesh. Jo kështu me armë, po thotë ushtri. Po kur jam ushtri me armë vlla, po na u desh me formu. Lla shpinë gjujshi. Inshallah nuk vjen ajo ditë, po erdhi ajo ditë me ashtu. Kemi shok komando që na mësojnë se si me godit kallashin, se në luftë bac ti ke qenë në luftë, edhe unë për këtë të respektoj shumë. Ja unë mu vjen kesh. Duhet me pas zemër me shkret kallashin, se kallashin e majt gjithë. Zemra nuk na mungon vlla. Ja budallaki e madhe e njerëzve që mendojnë me kthy vllaut vet pushkën. S'është vllai im, nuk është vllai im, nuk është vllai im Sali Berisha, edhe Deramen. Vllai im është Andi Gashi. Edhe Ilir Meta që janë burg. Sadri Meri është vlla, nuk kam vllai Deramen. Shqiptar janë vlla. Jo, s'është shqiptare, për mua s'është shqiptar. S'është shqiptare. Vallai babaki. Edhe me genetikisht nuk është shqiptar, por është emision që s'përket ty se. Pse genetikisht nuk është shqiptar në më? Po, a? Është vlle. Po. Nga nona? Nga nona dhe nga baba. Është vlle. Vlle. Unë i di 7 breza, unë më i vogli në tavolinë. Rama nuk njeh gjyshin. Çi këtu dallohet? E çka ka dhoni, i thonë që domethënë edhe djali i tij, Zao nuk është djali i tij, është. Unë e kam të ndaluar rrethësisht vetes për të folur për fëmijët. Më bëj pyetje 18 plus vlla. Po çfarë kam dëgjuar di këtë teori që kam dëgjuar, po unë tërhiqem nga domethënë sado që ta kem në veri Edi Ramën, du me pa në. Ba, do të viti këto pajtuna, s'folet për fëmijë. Familja nuk preket. Nuk flas për familjen e tjetrit, jo. Edi Ramën bolle kanë sulmuar në parlament. Jo, me familje, me krejt. Me fëmijët. Po, ata njerëz që sulmojnë, që kanë sulmuar janë shumë të ligë. Familja nuk preket kur është diçka personin e kanë sulmuar shumë Edi Ramën edhe politikanët i kanë. Jam vetëm në politikë, e mund dalin legjenda urbane edhe për fëmijën tim edhe. Duhet ta mendosh që po, e vërtet. Presioni çam fajim ka mua. Po jo, kështu po e vërtet. Ka mua fëmijë 8 vjeçari Edi Ramën. Zakonisht i kanë këtu për figurat publike që gjithmonë i kanë. Çam fajim ka mua djali i vogël që ai është angjëll. Zahoja. Është djalë vëlla 8 vjeç, 9 vjeç. Ai se di fare se kush është baba e vet, kush e di si duken ata xhaxha që e marrin me makina me gjitha. Çfarë fajim ka mua Zao? S'm kam, unë e kam me babën e Zaos. S'o kam me Zaon. Zao është zoti i madh. Ti sikias me babën e Zaos, ti ki me qëllimin. Me kryeministrin që qelloi ishte babi Zaos. Absolutisht. Ti ki me mendimet e tij, me çasjen, me politikat e tij, po. Se në momentin me kauzën e tij, po thon më shumë. Kush do merret me Edi Ramën po ti ke nga politika? Kush merret më? Harron. Se është personale më ato. Politika është biznes në thelb, më thonë za. Absolutisht. Edhe është një nga bizneset më të fleshta. Po më fitim pruse. Dhe më të ndyra. Edhe më fitim pruse në. Pra ideja është vëlla që unë nuk merrem me familjen. E çe kishte më qenë mesazhi i sontëm shpend i këtij emisioni, më bë thirrje për protestë apo më ndalu apo çka? Gjithë diaspora kur keni prer bileta për të parë një debil që paguhet nga bashkia për të kënduar këngë me playback, kur keni paguar për Big Brotherin që është një histeri kolektive, për Fermën VIP që është po tjetër një tjetër histeri kolektive me njerëz të cilët janë skenare dhe janë mbushur mendje me idiotliqe, keni prerë për alkool, keni pirë alkool si qeni, edhe nuk keni vajtur në shtëpi tërë ditën nga 500 euro, nga 600 euro, bëni një sakrificë, shkriheni ca lekë për tarë për të na ndihmuar të gjithëve, sepse po të ishte në dorën time do ta kisha rrëzuar Edi Ramën, po duhet me rrëzu të gjithë establishmentin dhe ky mund të arrihet vetëm bashk. Dhe mos harroni, ne jemi armata e askushve. Dardhëritje për po. Basakin, çka ti më dhoni mesazh sonte? A më shkon protesta ju? Çka e bën thirrje? Unë bëj apel të shqiptarët e Kosovës që protesta është me ligj e lejume,
me bo protest qetë, po jo me shku e me keq përdor, e me sulmu shtetin shqiptar, se nuk ja vlen, se ka, masanena ka me pas pasoja. Edhe kam edhe një apel, flamuri u qykës që po valvohet, po keq përdoret në protesta, mos mu keq përdor, sa ai flamur është i shejt, edhe shoqata e veteranët e luftës janë dalë kundër flamurit që pe përdorin on protest. Kështu që kanë kujdes me flamurin e UÇK-s, se nuk ka nevojë me keq përdor në për protesta, se veteranët nuk janë tu i përkra protestat, se me pas arsye i përkrajnë, por nuk janë tu i përkra, kështu që Edi Rama rëzohet vetëm me votë. Se ndryshe nuk mujnë me rëzu kërkush, se i ka fitu votat, edhe kështu që kur të vjen koha zgjedhje, te prevojnë me vota, te merë kush t'i fiton, te merë. Po, këta që po protestojnë, hala nuk e ka një person shembull me caktu që me bisedu për qatë zgjedhje. Me këtë bisedosh. Këta nuk kanë as kërkesa serioze. Me këtë bisedosh. Lut në sadri. Këta nuk kanë kërkesa serioze. Po tanim ke mua këtu edhe një ndër njerëzit tani ti thua kërkesë serioze. Kërkesë serioze është hap krahun e shokut se na ke çat trapin. A kupton? Ecë vllai qarkullo. Kush vendoset? Qarkullo më zhduku ti ik pirdu ti një shap se duhet jap llogari. Unë jam i revoltuar shoku. Unë s'kam arsim, s'kam buk shtëpi, punoj në 3 muaj, nga 3 punë nuk na del rroga. Rama me jate me 38.000 euro verën, na tregoni tani juve negociata. Hajde dilë shesh me mua aty ti, hajde ma jep këshillën aty, t'japo mikrofonin. Hajde na pri, o general, na pri vlla, se jemi në luftë. Mos ta bëj si Albin Kurti na jep leksione në luftën ko paqe, e në ko luftën na jep leksione paqe. Ama na burë. Edhe na Albin Kurti të pithojnë a ik, pas po ik. Fuck off edhe Albin Kurti, ku i Albin, gjoj dhe ti Ramën ik vlla. Nuk i ka shtu njeri, ja, s'monesh me ik, se i ka fitu votat. Le të shi, o bac, me protesta. Ji në anën e dur, po t'ja vllai një këshill para se ta mbyllim. Ji në anën e dur të historisë, sepse ti edhe sikur ti je njeriu më i keq në botë vlla, ke bo një akt sublim, ti e çu me vdekjen për ditë në luftë. Mos e prish në fund jetës tani vlla, në këtë moshë mos e prish. Atë Unë nuk të prishi. Gjithë në dur të historisë të vlla, mos rime Ramën e me tjetër si e luftar. Ti duhet na hapësh zemër, jo ta thuash e ke gabim, o vllai. Unë jam me shtetin shqiptar. Nuk jem me shtetin. Hajde bëu me shpenin me vitonin ata 100 vet atje, le shtetin shqiptar. Edhe tjetri, nuk është Edi Rama shteti shqiptar do të. Nuk është Partia Socialiste. Edhe tjetri shqiptar. Jo bat, jo të betohem, ti e di që në jetë tjetër s'o ofendoj vlla. Po jo vlla. Se çka të ofendova? Jo, nuk të ofendoj unë ty, që po ta ngres zërin, po them vetëm, hajde me mua vlla. Hajde me mua atje, më jep zemrën mua, jo të më japësh këshilla tipit po bë gabim që po proteston se po det shtetin. Shteti po na përdhunon çdo ditë ma. Për çka po përdhunon? Po vdesin njerëz më në politik, nuk e ilaçe. Çish po vdesin njerëz? Po pse më duhet me uzon tani? Po vdesin më shumë, çfarë është nuk mes nesh kungullisht e vlla, po vdesin 8 në Kosovë, po sa 6 në Shqipëri. Ç'a më bëu edhe te jo 6 po sa me kungullisht. Edhe pasoj po vdesin. E ç'a më bëu na me shku me hek Albinin na zdel kërkosh në protest. O zotni. Po s'të del më, po nuk të del me këtë retorik që i bën ti njerëzve. Ti jep mend njerëzve, o vlla, nuk do t'i japësh mend njerëzve. Ti do t'i japësh zgjidhje. I jep do zgjidhje ti. Ke kart politike ti. Jo, s'jam. Ke kart, po s'ke kart politike mos i zgjidhje, mos intereson çështja kombëtare mu. O baç, jemi në luftë vlla, duhet çlap luftë. Po luftë me kall shteti. Po, luftë jemi me pushtuesa jena. Jena me pushtuesa. Kallë më. Se po i ke fëmijët bac, po mbyllën fshatrat bac, po mbyllën qytetet bac, po të vinin indianë dhe izraelit bac. O bac, që ke luftuar në Kosovë, o bac. Çore. Je luftar ti bac, duhet ishe me neve aty, jo ta dile projekt i Ramës ta nxjerrë Pilinçin. Se tu ul ty Pilinçin vlla, jo. Po ka thirr njerëz pe Kosovës. Po ky është debil. Po debil. E pse pelen atë në protest? Pilinçi është debil. Ky zotëria këtu më haç. Jo bac, jo të betohem, ti e di që në jetë tjetër s'o ofendoj vlla. Po jo vlla. Jo, nuk ofendoj unë ty. Ç'a gangsteri bon ai pill mami, ai byt shish. Dalsha unë tradhtarët më bëjnë gjyq publike vlla. E të shpëtoj Shqipëria. Po kush po e tradhton? Sali Berisha. Edhe Sali Berisha kam çan me bu. Është më bën dikush. Ky zotëria këtu mund tjetë çdo lloj gjoje. Po më dan noqe dhe gangster se ky nuk e një për të njohur në 56 vjet. Ky i Albin Kurti më dan noqe.
Ky është një nga laperat që marrin komunistët në bashkëpunim me Zorraxhin dhe Edi Ramës për të prishur protestën. Se na plasit trapin neve për një budallaj që vjen nga Dardania, nga vetvendosja. E ky Bilinçi, si jam ora Bilinçi. Mos e leni pra. Ja u dhesh. Shkojmë kena një befasi shumë të këndshme për fundi kena dy voglusha me një kong folklorike për Shqipërinë e Bashkuar, po. Edhe për një kolegë të luftës, të lutna. Po në me e kini diçka një reagim për komandantin Afire Hoxhën? Më kanë nxjerrë dhe mua, po se dini që ish aktu. Ja ku jam, edhe unë, agent i nxjerrë, normal. Bravo, edhe shpet. Bravo. Ja dhe unë agent i E gjeti shpet. Ja për ti. Ja ku jam, unë agent i Serbis. Kape këtu, kamera. Regjia. Hajde jeni po dhe ju si tru podcaste. Vetëm me defekta. Sonte e kom përgatitur një surprizë interesante shpend, me që unë nalë pak emisioni, patëm do nga Teresa Teloshe, po me gjatë ojë shqiptarë edhe na bashkën kombëtarja. Jemi shqipfolës se disa janë shkijes, disa janë shqipnis. Ndaj vetë se kush është shkijes, kush është shqipnis. Ja, kalum shumë mirë në emision, po në momentet e fundit kalum pak, ishte një moment, jo i kanë shumë. A i ftëm, vinë prej Ferizojt, është ori Goshi dhe Diamant Goshi i ftëm me Dartëgitet Mo. Hajde! Faleminderit shumë që jedhe. Mirë më mi që jedhe, api falni? Api falni pasi qëfet? Bravo. Me Dartëgitje. Hajde. Qka kemi nga thonë sonte? Ori? Përshëndetje, Alisandri faleminderit për ftesën, po ashtu edhe juve mysafirëve, ju përshëndet shumë. Ju përshëndet edhe gjithë shqiptarët tanë në Bambëtët që janë duke na shikuar për që na përkrofin. Çka kemi thonë shpendit sonte, shpend Goshit? Faleminderit për Jena dashneve se jena një fis, gash. Dartëgitje Mollë, bravo. Çka për na knani sonte? Se kena më japnu këngën cili më i bukur edhe katolik e musliman. Hajde, drejton, thuj edhe Diamontit, hajde. Skena për juve. Hajde. Zapoti, pundrini arruar me Apolloni, gruja e bekume ja pëtjerati. Cili jet maj bukur, durësia berati, Korqa manastiri, Apollo Zapoti, pundrini arruar me Apolloni, gruja e bekume ja pëtjerati. Zoti pasaton, motra edhe pia, që vete minone, ajo është Shqipnia. Mostare prizreni, kryqet e tintot, ortën e peshkeve në shifreritot. Cila është më bukur, strugat e tova, pjova me gullësim, beja qakova. Mostare prizreni, kryqet e tintot, ortën e peshkeve në shifreritot. Zoti paskaton, motra edhe pia, kempe terminon, ajo është Shqipnia. Zoti paskaton, motra edhe pia, kempe terminon.
Bravo, 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 bravo. Bravo, faleminderit shumë. Ju lumshin duart. Faleminderit. Edhe një ideja? Hajde. Katolike dhe muslimane, jemi vazën do e kemi nane. Jo gjapore por zotin e vojze, njani tjetrin ti shojmë në dorze. Ta pushton buzë qalotin, se na kështu jemi me zotin. Ta pi zemra të burat e dhejute, Bravo, bravo. Porosin e kastriotit, që i dolim sot në komi. Sigur qanë ofmi për nonen, qanë Prishtina o për Tironen. Qanë mesazh edhe qanë beria, unitet o të ke Shqipëri. Bravo, bravo, bravo. Faleminderit shumë. Po. Ha? Po, se si po. Që mesazh shkupi e ulqini, forca jonë në veç bashkimi. Jemi bite nënës Shqipe, ta bashkojmë o Shqipërinë etnike. Jemi bite nënës Shqipe, ta bashkojmë o Shqipërinë etnike. Bravo, bravo, Shqipëri etnike. Shpet. Dy fjallë për këta voglush? Janë e ardhme e kombit. Duhet me u marrë me këta të shise. Do erdhëgitje e mollë për shpendit. Me Shpet. këta të rriturit, me këta të rriturit kanë nevojë për vaksina her pas here. Covid-19, ha? Jo, kanë nevojë për vaksina, kanë nevojë për vitamin K, ca, kupton? Duhet me i dhëmë vitaminën K. Basakin dy fjallë për fond? Faleminderit shumë për ftesë. E kam edhe një porosi edhe një dëshirë që këta voglusha të na kënojnë edhe një këngë të madhet Hashim Thaqet, presidentit që gjidet në hangë, që u se bën. Hajde. Shkurt edhe me këta po e mbyllmi, po. Edhe dash zoti që Para se me na lirohen sa më shpejt. Respekt, faleminderit shumë. Basakin, faleminderit Faleminderit për ftesë. Hajde, s'kena për ju.
Bukur pamrin po, trishtonjat e orta. Ja kur hashim koqin, oj se unë gjuja droga. Sot kadrive se gjia karin rollije. Unë jam kur do finito, se ndoj venin teme. Bravo, bravo, bravo. Faleminderit shumë. Faleminderit, Moshi. faleminderit. Faleminderit shumë.